466 persona do të lirohen direkt, ndërsa 869 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Amnistia fiskale do të kalojë sot në parlament, ndërkohë që udhëzimet kanë mbritur edhe në të gjitha institucionet e votjes së dënimit në vendin tonë. Një urdhër i tillë ka mbritur edhe në IVP Vlorë, ndërsa pritet që në këtë të fundit të përfitojnë kryesisht persona të cilët pritet të marrin vendimin e formës së prerë dhe më pas të përfitojnë ulje dënimi. Pra nga 869 persona të cilët do të përfitojnë ulje dënimi, do të përfitojnë dhe ata të cilët janë ende në pritje të vendimit të prerë nga gjykatat e shkallës së parë. 466 persona do të lirohen me njëherë, ndërsa 869 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit nga amnistia. Udhëzimet përkatëse kanë mbërritur në të gjitha institucionet e vojtjes së dënimit në vend. Një udhëzim i tillë ka mbërritur edhe në institucionin e qytetin e Vlorës. Tashmë pritet të përcaktohet saktësisht numri i personave që do të përfitojnë në paraburgimin e Vlorës. Sipas informacioneve paraprake, personat që ndodhen në këtë institucion pritet të përfitojnë vetëm ulje të viteve të dënimit dhe jo lirim të menjëhershëm, pasi ende janë në pritje të vendimeve të formës së prerë nga gjykatat e shkallës së parë. Megjithatë, ata që pritet të përfitojnë nga amnistia janë kryesisht persona të dënuar për vepra të lehta penale. Referuar amnistisë në shkallë vendi, 466 persona do të lirohen me njëherë nga burgjet me styre 11 gradë dhe 1 i mitur, ndërsa nga ulja e dënimit do të përfitojnë 869 persona, përfshirë 8 gradë dhe 8 të mitur. Sipas vendimit për amnistin, nuk do të përfitojnë personat që janë nën hetim ose nën jurisdiksionin e strukturës së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar, SPAK.